Një vjetë i Zvicrani, pas ka thonë kryeministi i Zvicrës, shpresojmë që i bëjnë institucionet se opozitat ka bllokuar një vetë. Kjo është absurde, kjo me majtë si qëndrime militanteske. Unë jam që 35 vite, 20 vite jam gazetar në Gjenev, Kohët Bashkuar, dhe një që 20 vite, edhe dyta jam nga Lugina Presevës, unë s'mbaj kur farë politike. Piqë Akinis me vol jetë të majtë, Piqë Akinis jetë të folë si një militant politik, kështu partijak. Bili unë jam krenar që jam militant i çështjes së Kosovës kombëtare, më mirë militant i Albin Kurtit e i Kosovës, qeverisë Kosovës, shtetit tim, se sa të jem militant i Serbisë apo mercenari i Serbisë. Kush është ashtu militant i Serbisë? Po ata që kritikojnë Kosovën. Kush pe kritikon Kosovën? Kush pe kritikon Kosovën? Kush pe kritikon shtetin tonë? Njerëz. Po lexoni çdo ditë mediat, kritikohet Kosova, kritikohet qeveria, kritikohet presidenti Osmani, nëse i thu zotni, nëse i thu vetit gazetari këtë funksion e ka. Kur dikush në qeveri apo në cilin do institucion komun bën veprim të padur me kritiku, pushteti katërt është media, edhe media këtë punë ka me bë kritik dhe me marrë mikqyre qeverinë, e jo me shku me ledhatu qeverinë. Nëse gazetari shkon në ledhaton qeverinë ose kryeministri ai nuk ka gazetar mu, ai shndrohet në një militant partijak. Unë, kur ka qenë për shtet Rugova, unë e kumë përkra Rugova shtet. Tashti, kur ka qenë kryetar president Hashim Thaçi, unë e kumë përkra Hashim Thaçit. Se më thoshin militant i Rugovës, më thoshin militant i Thaçit. Tashti militant, unë mu se më intereson parti politike. Mu më intereson vetëm se çështja e Kosovës, avancimi i çështjes kombëtare. Bili shpesh kom kritika, që e kilon preshevën tonë në Serbi, po mirësh me Kosovën, me Shqipërinë. Po besoj se sikur para vitit 1999, kur thoshin se Kosova nuk do të bëhet shtet kurrë, por ja u bë. Edhe sot thotë ngjajshëm për Luginën e Preshevës se nuk do të jetë pjesë e Kosovës, po kismet në emrin e Zotit edhe do të jetë edhe pjesë e Kosovës.